Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallahu, wallahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallahu, wallahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallahu, wallahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallahu, wallahu Ekber, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala murshida lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Vërtet, për të mirën edhe për veprat e mira ka depo dhe thesare. Dhe ato depo dhe thesare i kanë çelësat e veta. E lusë Allah nëse u gjelë që Allah të na bëje për atyre të cilët janë çelësat të së mirës dhe mbyllës të së keqës. Dhe poshtu edhe e keqja. E shëmtuara dhe veprat e këqija kanë depo dhe thesare, e ato depo dhe thesare i kanë çelësat e veta. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu që mos na bëje për atyre të cilët janë çelësat të së keqës dhe mbyllës të së mirës. Anas ibn Malik thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ka për njerëzve që Allah Zogjel i ka bërë të jenë çelësat të së mirës dhe mbyllës të së keqës, dhe ka njerëz të cilët janë çelësat të së keqës dhe mbyllës të së mirës, e lumë për atë që Allahu ja dha atij çelësat e të mirës në duart e tij, dhe mirë për atë që Allahu ja dha çelësat e të keqës në duart e tij. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka një domethënie shumë të rëndësishme për neve si besimtar, se sa e rëndësishme që është vepra e mirë dhe sa e shëmtuar që është vepra e keqe. Sa i shëmtuar është ai i cili niset pas veprës së keqes, dhe sa i mirë është ai i cili niset edhe do veprën e mirë. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve kaloi pranë një grup njerëzish që ishin të ulur, edhe i pyeti dhe ju tha: a e dini cili prej juve është më i miri dhe cili prej juve është më i keqi? Ata heshtën dhe nuk foli asnjëri prej tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë përsëriti këtë fjalë ose i përsëriti këto fjalë, derisa i thanë sahabët: ja Rasulullah, na trego se kush është më i miri prej neve dhe kush është më i keqi prej neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: më i miri prej juve është ai që prej tij pritet e mira dhe prej tij nuk pritet e keqja. Po njeriu është i sigurt prej dorës së tij dhe prej gjuhës së tij, kurse më i keqi është ai që prej tij nuk pritet e mira dhe nuk pritet që prej tij të ketë një garancë ose siguri që tjetri do të thot i sigurt, ose do të thot për atyre që nuk i lëndon të qetë. Sehel ibn Sa'di radhiyallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që e mira ka depo dhe ato depo kanë çelëse, dhe s'ka dyshim që këto çelëse kush i posedon, lumë për atë që Allah Zogjel i dha atij robit çelësat, ose e bëri çelës për të mirën dhe mbyllës të së keqës, dhe tha po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë për atë rob që Allah Zogjel e bëri të jetë çelës i të së keqës dhe mbyllës i të së mirës. Këto hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregojnë që njerëzit janë dy lloj. Njëri prej tyre është sikurse ilaçi, kudo që shkon është i dobishëm. Çfarë do që flet, ai flet vetëm se dobi, vetëm se flet fjalë të cilat janë të rëndësishme me peshë dhe me vlerë. Ai njeri kudo që shkon është i bereqetshëm. Kudo që qëndron, prej tij pritet vetëm se e mira dhe prej tij shihet vetëm se e mira. Ky person çdo herë udhëzon dhe ky person çdo herë mëson. Ky person veçanti kur e keqja dominon në mesin e të mirëve, atëherë ky person është edukatori, është mësuesi, është udhëzuesi, është ai i cili njerëzve u mëson të mirën, i drejton ka e mira dhe vetë punon të mirën. Kurse në anën tjetër ka disa njerëz të cilët janë sikurse sëmundja, kudo që shkojnë vetëm se shkatrojnë, kudo që shkojnë vetëm se prishin,
kudo që qëndrojnë, vetëm se qëndrimi i tyre është fatkeqësi, vetëm se qëndrimi i tyre është bela, vetëm se qëndrimi i tyre është problem, vetëm se qëndrimi i tyre çon në fitnë edhe çon në probleme qera, e ky person është i somur në zemrën e tij, është i somur në mendjen e tij, dhe ky person ka probleme me vetveten e tij, dhe ky person është ai i cili vetëm se dëmton dhe prej tij nuk ka asnjë lloj dobie. Secili prej neve duhet që të ndalet e të mendon se cilës pali i takon dhe cilit çoj i takon, sepse është shumë e rëndësi që ta kuptoje që e mira qenë ka e mirë dhe e keqa qenë ka e keqe. E mira qenë ka një gjë që e do Allahu, kurse e keqa qenë ka një gjë që nuk e do Allahu Zogjel. E lumë për atë i cili mundohet që qetë i mirë me veten e tij e me familjen e tij e me qertë dhe bëhet qelës i të së mirës dhe mbyllës i së keqës, dhe mirë për atë i cili është qelës i të së keqës edhe bëhet mbyllës i të së mirës. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallahu wallahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Ata që dëshirojnë që të bëhen prej qelësve të cilët janë qelës të së mirës dhe mbyllës të së keqës, duhet ta kuptojnë që duhet t'i plotësojnë disa kritere dhe t'i zbatojnë disa themele. Prej atyre kritereve dhe prej themeleve, çështja e parë është sinqeriteti. Sinqeritet në thënie dhe sinqeritet në vepra. I sinqert në thëniet e tij, i sinqert në veprat e tij, i sinqert me Zotin e tij. Nuk ka dyshim që çdo vepër që e kërkon dhe që e vepron është vetëm se synimi i tij që të kërkohet fytyra Allahut edhe xheneti i tij. Ai i cili është i sinqert, Allahu do t'i japë bereqet. Ai i cili është i sinqert, Allahu do t'i gjejë rrugdalje. Ai i cili është i sinqert, do të jetë qelës i të së mirës edhe mbyllës i të së keqës. Ai i cili është i sinqert, Allahu Zogjel do ta ruajë nga çdo sherr dhe nga çdo e keq. Allahu thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din." Ata nuk janë urdhëruar mbi diçka tjetër, përveç se që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet të plot. Allahu Zogjel kur e përmendi Jusufin alayhis salam, që e mbrojti nga e keqja dhe e mbrojti nga e shëmtuara, Allahu Zogjel tha për ta: "Kadhalika linasrif anhu as-su wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlisin." Tha, ne kështu Jusufin e mbrojtëm edhe e rujtëm nga e keqa dhe nga e shëmtuara, sepse Jusufi me të vërtet ishte prej robërve të sinqert. Ky është kushti i parë, themeli i parë. Kushti i dytë, kriteri i dytë është njeriu t'i lutet Allahu që Allahu ta bëjë të tillë, ta bëjë që të jetë qelës i të së mirës edhe mbyllës i të së keqës. Nëse ti i lutesh dhe je i sinqert në lutjen tënde, kam gul edhe je i sinqert në lutjet e tua me lenë Allah shpresohet që Allah Zogjel ta mundsoj atë. Për emrave të Allahut është El Fetah. El Fetah nuk kupton që Allah Zogjel t'i hap gjitha dyert e mirësisë, ai i cili ta hap derën e rrezikut, ta hap derën e mirësisë, edhe Allahu është ai vetmi i cili ta mundson që ti të jesh qelës i të së mirës edhe mbyllës i të së keqës. Po ashtu e treta prej kritereve është të i kthehesh Allahut me fetari të plot, në veçanti me detyrimet. Ti je do thot besimtar i denj që i respekton rregullat, që i respekton detyrimet e Allahut Azogjel, veçanti çështja e namazit. Allah Azogjel thot: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Namazi me të vërtet ndalon nga e keqa edhe nga shturja. Ai i cili kapet për namazin edhe kapet për adhurimin e Allahut Azogjel përgjithësi, Allahu do t'i japë bereqet dhe Allahu do ta bëjë të mirë, do ta bëjë për atyre që uzon edhe që mëson dhe të jetë shembull në mesin e qerve, e ndoshta dikush e merr si shembull për të mirë, e bëhet qelës i të së mirës edhe mbyllës i të së keqës. Kriteri 4 është të pajiset edhe divishet me vlera edhe poshtën me virtyte të larta. Ai i cili mundohet që ta ruajë imanin e tij, ta ruajë devotshmërinë e tij, edhe t'i largojë vesjet e tij dhe ta veshë veten e tij me vlera, padyshim se këtij Allah Zogjel do t'i japë bereqet dhe do ta bëjë shembulltyr për tjerë, sepse normalisht kur dikush e shef tjetrin se si është në moralin e tij, në sjelljen e tij, në edukatën e tij, padyshim që ai do të ndikojë te tjetri edhe kështu do bëhet qelës i të së mirës edhe mbyllës i të së keqës. Kriteri 5 është qëndrimi me njerëz të ndershëm edhe të dobishëm, shokë të mirë të cilët nuk tradhtojnë, shokë të mirë të cilët janë të devotshëm, ja kanë frikën Allahut Azogjel edhe din mirë se çfarë do të thotë shoqëria dhe vlera e shoqërisë. Ai person i cili mundohet që të qëndrojë me shokë të mirë, padyshim se shoku prej shokut merr edhe jep ndikimi i tij është shumë i madh. Nëse dëshiron me ditë për dikë, vetëm se shikoje shoqërinë, çfarë shoqërie ka, ke për me ditë edhe për atë person, edhe pse ti realisht nuk e njeh, secili shkon me atë që e do, dhe secili shkon me palën që e do. Ai që e do të mirën shkon me të mirë, ai që e do të keqën
Padyshim se ka për me shku me ata të cilët janë të këshin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "El mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalid." Tha shoku është në fen e shokut, ose njeriu është në fen e shokut të tij. Le të shikoj secili prej juve se cilin po e shoqëron ose me cilin po përzihet. S'ka dyshim, qëndrimi me njerëzit e mirë është një prej shkaqeve që melekët të rrethakojnë atë mezhlis, edhe zbresë rahmeti i Allahut azza wa jall. Kurse qëndrimi me njerëzit e këshin është një prej shkaqeve të zbritjes së shejtanëve në atë vend. E normalisht ku ka zbritje të shejtanëve, largohen melek. Ku ka zbritje të melekëve, largohen shejtan. Allah azza wa jall tha: "Hel unabbiukum ala man tanazzalu shayatin." Tha, dëshironi që tregoj se kujt i zbresin shejtan. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Tha, i zbresin çdo mëkatari, gjunaçari i cili është gënjeshtar. Persona të cilët mundohen në vazhdimsi ta gënjejnë fillimisht veten e tyre, pastaj Allahun me pretendimet se ata munden që ta mashtrojnë Allahun siç i mashtrojnë edhe njerëzit. Megjithatë Allahu subhanahu di mirë se kush ka në zemrën e tij. Edhe po ashtu mëkatar, gjunaçar, e qëndrimi me ta s'ka dyshim se është sebeb prej shkaqeve, do të thotë që shejtan të zbresin në atë vend, të largohet bereqeti i Allahut, edhe normalisht se kush qëndron me ata vetëm se ka sherr, edhe vetëm se ka dëm. Kriteri 6 është të këshilluarit për hir të Allahut azza wa jall. Nuk ka mundësi që njeriu të jetë qelësi të së mirës dhe mbyllësi të së keqës nëse qerë nuk e këshillon. Padyshim se nëse ti këshillon, atëherë ti vetëm se e zbaton një urdhër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi, se e dinu nasia e përmendit 3 herë. Feja është këshill, feja është këshill, feja është këshill. Do thotë që njeriu këshillon, edhe njeriu tjetrin e mëson, edhe në këtë formë ja mëson të mirën, e largon të keqen, e udhëzon ka e mira, e drejton ka udhëzimi, e drejton ka ajo që e do Allahu subhanahu wa taala, edhe është i kënaqur me të dhe e largon nga e shëmtuara dhe po ashtu e largon nga e keqja. Kriteri 7 dhe i fundit është ta kujtosh qëndrimin tënd para Allahut ditën e Kiametit. Normalisht që ky qëndrim nuk është sigurisht qëndrimi në dunjë. Në dunjë ka mundësi me qëndru, me ta sjell një karrik, me ta sjell një diçka që pushon edhe rri, mirë po megjithatë ditën e Kiametit nuk ka mundësi që të mbështetesh askund. Ditën e Kiametit të gjithë do qëndrojnë 50.000 vite në këmbë, do presim për me dhënë llogari para Allahut azza wa jall. Secili do e barte brengën e tij, në dunjë e ke ka pas brenga diku tjetër, kurse në ahiret vetëm se nefsi veçja ime, kur e kujton këtë realitet, edhe e kujton se çfarë do ndodhe me ty, dhe llogarinë që e ke para Allahut, atëherë dije se qëllimi yt final do të jetë thjesht të bësh mirë, ti largohesh të keqës, ta punosh mirën, edhe ta largosh të keqën prej teje, edhe prej qerve. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sipas haditheve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i lexuam, pejgamberi sa na mësoi se njerëzit janë dy parë, siç e përmendë edhe më herët. Tash varet prej neve se prej cilës palë dëshirojmë që të qemi. Andaj është më e mira që ndalemi sadopak me veten tonë, ta rikujtojmë dunjon ton, ahiretin ton, veprat e tona, çfarë kemi punu. Sikur se që e llogarit dinarin e dirhemin. Ndalu llogaritja dhe veprën tënde të mirë edhe veprën tënde të keqe. Shiko sot çfarë ke punu mirë, çfarë ke bë keq, edhe llogariti gjitha ato, kujt e ke në hak, kujt se ke në hak, çfarë ke punu për Allahun, çfarë ke punu për veten, çfarë ke punu për familjen. Llogarite, në fund inshallah, në fund vetë ke me pa rezultatin, edhe vetë ke me pa do thot atë të cilën ti e dëshiron. Kush e llogarit veten e tij në dunjë, atëherë do ta ketë shumë më lehtë më vonë, në veçanti ditën e Kiametit. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sot është një ditë prej ditëve të Allahut azza wa jall. Sot është dita e Kurban Bayramit, dita më e madhe tek Allahu azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dita më e madhe tek Allahu është dita e Kurban Bayramit. Ibn al-Qayyim rahimullah thot se dita më e mirë në mesin e ditëve është dita e Kurban Bayramit, dhe dita e Kurban Bayramit është dita e haxhit të madh. Sot është dita ku haxhilirët fillimisht pasi që ishin gjën në Arafat, pastaj qëndruan në Muzdelife, sot do shkojnë në Mina, ku do qëndrojnë atje për 3 ditë. Sot do shkojnë do e hedhin guralest, edhe sot do shkojnë do qethen, edhe poshtu do e therin edhe kurbanin e tyre. Do shkojnë do e bëjnë tavafin, pastaj do shkojnë edhe do e bëjnë në Safa dhe Merwa, do thot edhe sajin, edhe me këtë do i kryen një numër ose shumë prej ritave të haxhit, dhe pastaj pritet prej tyre edhe 2 ditë tjera të hedhin guralest, edhe në fund ta bëjnë tavafin e lamtomirës, edhe me këtë ta përfundojnë haxhin e tyre. Me këtë normalisht tregohet
madhështia e Allahut, fuqia e Allahut azza wa jall, edhe tregon se sa i mëshirshëm që është Allah azza wa jall. Ata që kanë shkuar atje, shpresojnë që Allah azza wa jall të i fal, të i mëshiron dhe të kthejnë në vendet e tyre, sikur sa ditët që i ka lind nëna e tyre. Për neve çka mbetet? Për neve mbetet që edhe ne të marrim mësim se edhe ne duhet që shkojmë në hax ta kryejmë një prej zbatimeve që neve na obligohet që ta zbatojmë, dhe po ashtu të marrim mësim se grumbullimi i haxhelerëve në një vend është realisht një pamje, një imazh që ta kujton ahiretin edhe ditën e kiametit, se si do të qenë njerëzit atje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pasi që qëndroi ditën e Kurban Bayramit mes xhamarateve, mes vendeve ku hedhen guralest, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ditë kjo është dita e madhe, kjo është haxhi i madh. Do thotë dita e Kurban Bayramit është dita më e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo ditë është dita ku therren kurbanët, ai i cili therr kurbanin e tij, qëllimi i tij është që t'i afrohet Allahut azza wa jall. Andaj nuk ka vepër më të mirë se sot, nuk ka vepër më të mirë për sot se sa që t'i afrohesh Allahut duke e therr kurbanin tan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dita e Arafatit, dita e Kurban Bayramit dhe 3 ditët e Teshrikut, 3 ditë që do të vinë pas, janë ditë pirje dhe ngrënje normalisht për ata që janë në hax, kurse për ata që nuk janë në hax, dita e Arafatit ka qenë sunet që ta agjërohet, kurse këto ditë tjera janë ditë ngrënje dhe pirje, do thotë që nuk lejohet agjërimi në to, po janë ditë feste ku muslimani duhet që të haje, të pije edhe të festoje. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah wallahu Ekber, Allahu Ekber walillahil hamd. Dita e Bayramit, qofta e Fitr Bayramit apo Kurban Bayramit, janë ditë gëzimi, ditë lumturie dhe ditë hare. Kjo ditë neve na kujton një ditë tjetër e cila është festa më e madhe, ajo është hyrja në xhenetin e Allahut edhe takimi me Allahun azza wa jall. Kjo ditë ta kujton lumturinë, ta kujton haren, ta kujton gëzimin. Kjo ditë mëson se duhesh me mposh nefsin tënd, mos me leju që në zemrën tënde me pas urrëqe, me pas armiqsi edhe me pas mirë. Përkundrazi, duhesh me luftu edhe duhet me mbisundu dashuria, dhëmshmëria, bujaria në zemrën tënde. Andaj, nëse sot i ke prish raportet e tua me familjarët e tu, sot shko edhe vizitoj. Nëse nuk e ke raportet e mira me dikën që prej akrabave, prej shokëve, prej dashamirëve që i ke, sot shko edhe vizitoj. Ban bajram me tha. Let reflektoje zemra jote sot dashuri, let reflektoje sot zemra jote bujari, let reflektoje zemra jote sot dëmshmëri, për shkak se kjo ditë është ditë feste, është ditë gëzimi, nuk është ditë hidhrimi, nuk është ditë urrëqe, nuk është ditë armiqësie. Prandaj tha Allahu subhanahu wa taala, kul bi fadlillahi wa bi rahmeti fa bi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ta thuaj, ta let gëzohen ata me mirësinë edhe me mëshirën e Allahut, me të vërtet ia vlen mu gëzu me to. Kjo është më e mira se sa ajo që ata e grumbullojnë. E çfarë grumbullon përgjithësi njeriu? Pasurinë, mallin, ato nuk kanë vlerë krahas do thotë gëzimit edhe ares që e ka kjo ditë. Sahabët e kishin tradit që njëri tjetrin ta përshëndesin edhe t'ja urojnë festat, ose do thotë t'ja urojnë atyre njëri tjetrit të bajramit, duke thonë Allahu na pranof prej neve edhe për juve. Andaj në emrin tim dhe në emrin e xhamisë, Allahu na pranof neve edhe juve. Allahu xhelalu pranoft agjërimin e ditës Arafatit, therrjen e kurbanit edhe gjitha adhurimet e tjera. Allahu ju dhash bereqet, lumturi dhe gëzim në familjet e tuaja. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.